Të nderuar dëgjues, në studion Mirëmëngjes Shkodër jam së bashku me aktoren Sara Smaja. Mirëmëngjes Sara, mirëmëngjes, natyrisht duke qëndruar me një vajzë të re, me një mëngjes të hershëm, akoma për dikë që zgjohet pak më vonë. Më duket sikur studia merr një ritëm më të shpejt, një ritëm më të bukur rinor. Mirë se erdhe në studion Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se ju gjeta. Për mua është shumë kënaqësi të jem këtu. Natyrisht dhe për mua, sepse më pëlqen që her pas here, përveç njerëzve me përvojë, të cilët kanë çfarë na thon, kanë çfarë të tregojnë, impulset e të rinjve janë shumë interesante. Në fakt, gjithmonë kur të shoh, qoftë në role, qoftë në skenë, në veprimtari të ndryshme, kam ndjesinë që je shumë aktive. Sa mbaron një rol, a një veprimtari fillon një tjetër. Duket që ai xhepi i veprimtarive tuaja është gjithmonë i mbushur. Si ndodh? Gjithmonë i kërkoni apo në fakt edhe ju takojnë, ju gjejnë vet? Ti je aktor, gjithmonë është rrugtimi nga njëri rol në tjetrin, edhe gjithmonë thonë për aktorët që janë pa punë dhe është i gjen puna aktorët. Ose ndodh dhe tjetra që ti duhet shkosh në për audicione, duhet marrësh pjesë, je në pritje gjithkohës. Mirëpo, unë kam fatin që jam pjesë e një organike në Teatrin Migjeni, dhe atje sigurisht që janë projektet të cilat bëhen 3-4 role në vit, është e sigurt, domethënë, dhe Teatri Migjeni tani po ecën shumë mirë dhe ne kemi pasur mundësi që të jemi gjatë gjithë kohës, pothuajse gjatë gjithë vitit të përfshirë në punë. Mirë po është edhe duhet ta kërkosh një çik punën. Kjo besoj lidhet edhe me natyrën, sepse përderisa je e sigurt në një organik që rolet vijnë, është kjo pjesa tjetër që të bën shumë aktive, që nuk rri dot. Më trego diçka nga kjo. Në fakt është dhe çështje fati ndonjëherë, është edhe kjo që po themi që në një hapësirë kohe të punon gjithë kohës truri që çfarë duhet bëj tani. Unë nuk rri dot kot. Kam që kur kam mbaruar shkollën që jam gjatë gjithë kohës bëj një punë. Është nuk e di, duhet jetë një gjë e brendshme, një energji që nuk të lë dot. Ndoshta ne do ta cekim edhe pak më vonë, ndoshta edhe pak gjenetike nga prindrit. Mirë, Sara, gjithsesi veprimtaria kryesore jotja është aktrimi. Edhe për një aktor të marrësh një rol është në një shfaqje, në një dramë të caktuar, në një premierë të çfarëdo lloji gjinie që ka teatri, është një sipërmarrje serioze, do të thosha. Apo kur të jepet një rol, çfarë ndjen? Si mbruhet ai tek ti për të kaluar diku në vetdije si një ndjesi që krijon një farë përvoje? Procesi është shumë i gjatë në fakt. Jo çdo rol të ngjit me të parën. Jo çdo rol që ti merr e ke me qejf dhe mendon që mund ta bësh. Ka role që të duhet një proces shumë i gjatë që ti ta përpunosh, që ti të studiosh mbi të, duhet të mësosh ta duash rolin. Sepse rolet që ti do që ti bësh janë pak dhe ti ndoshta dhe nuk i bën dot kurrë, sepse nuk i dihet puna aktorit kjo është që ti çdo rol, edhe atë që nuk e ke qejf, ta marrësh dhe ta sjellësh tek vetja. Dhe procesi është shumë i gjatë në fakt. Në fakt si ka ndodhur me rolet që ti ke realizuar? Kanë qenë shumë të dashura për ty apo më vonë i ke dashuruar? Sigurisht që ka pas role që kanë qenë shumë të dashura për mua. Kam pas fatin, se kjo është fat për një aktor, që të bëj role që më kanë pëlqyer dhe kam dashur t'i bëj. Por ka pasur edhe role që në pamjet para më thonë unë nuk e bëj dot këtë rol. Dhe si përfundim me punë shumë të madhe, me mendim sigurisht. Mendimin e regjisorit, mendimin e kolegëve. Je shumë e thjeshtë të thosha, ose tregosh shumë modeste, por gjithsesi rolet kanë qenë shumë të bukura dhe të spikatur. A mund të kalojmë pak nga këto realizime që ti ke bërë? Po, për shembull, ishte një rol që unë kam shumë qejf, ka qenë kohët e fundit, është roli Marianës tek Tartufi.
Kushtrimi, regjizori, Kushtrim Bekteshi, erdhi dhe bëri audicione, sepse ai nuk e njihte trupën, kishte edhe mungesa në trup, nuk plotësoheshim si aktor, dhe ne bëm gjithë audicione përpara një regjizori. Gjë që nuk ishte hera parë që ndodhte në trupën e teatrit Migjeni, sepse gjithmonë dihet se kush është trupa dhe dihet se kush do ishin rolet. Dhe ne audicionuam gjithë dhe unë mora rolin e Marianës. Një gjë që unë e ndjeja, domethënë është një energji që ti e ndjen që në audicion, se çfarë po kërkon regjizori nga ty. Ka qenë një proces i gjatë, shumë i bukur. Ne punuam verës, kemi punuar në kushte ekstreme për atë shfaqje. Por që përfundimi, unë mendoj ka qenë një ndër shfaqjet, nuk po them thjesht për rolin, sepse një shfaqje nuk është një rol. Natyrisht, është një ansambël. Është ansambël. Dhe ka qenë një ndër shfaqjet, mendoj, më të mira të teatrit Migjeni. Ka qenë një proces i gjatë, shumë i mirë. Një gjë që duhet ta kalojnë aktorët. Gjitha fal kushtrimit, mendoj, duhen regjizor si Kushtrim Bekteshi. Natyrisht edhe punës, por edhe talentit. Të gjitha janë që bashkohen. Mirë, Sara, duke qenë aktore në një teatr ku përvojat, por edhe gjurmët e aktorëve të mëdhenj janë gjithmonë të freskëta, sepse teatri i Shkodrës është një ndër institucionet që besoj ka nxjerrë dhe ka jetuar me kolos të skenës shqiptare. Të mos i marrim të gjithë me radhë, sepse për momentin edhe mund të bëjmë ndonjë gabim ose ndonjë harres, por gjithmonë një teatr tepër i suksesshëm që i ka dhënë artit shqiptar dhe skenës shqiptare, por edhe kinematografisë aktor të mrekullueshëm. Çfarë do thotë për ty të jesh në këtë çati të madhe, të bukur dhe me shumë vlera? Për mua është shumë i natyrshëm teatri. Unë në teatr shkoja që kur isha vogël, shkoja qoftë edhe për të prit mamin sa të mbaronte provat. Edhe babi. Po them mamin në këtë rast se babi ishte regjizori dhe dihe që babi duhet rrinte më shumë. Të nderuar dëgjues, Sara Smaja është bia e dy artistëve të nderuar shumë të suksesshëm, Bart Smaja dhe Merita Smaja. Do të ndalemi më pas te kjo pikë. Por me që më pyete për teatrin dhe po, domthon, ndjesia ime është që kur isha fëmijë atje. Është shumë natyrshëm të jem në teatr. Edhe shtëpinë kemi shumë afër teatrit edhe gjithmonë kur mua më pyesnin ku rri në Shkodër të teatri. Po në sensin tek teatri dhe në shtëpi, po dhe në punë. Edhe ka qenë unë gjithë aktorët, kolegët më vonë, unë i njihja. Unë i kisha, domethënë, ata një farë mënyre më kishin rritur gjithë bashkë, sepse unë isha aty prezente dhe ka qenë shumë natyrshëm, nuk është se unë kam ndjerë një lloj presioni, ata më kanë pritur shumë mirë, ishte shumë gjë e natyrshme kur ndodhi që unë u futa në teatr dhe isha pjesë e teatrit. Kjo është personale. Po le të kalojmë në planin profesional, do thosha. Një aktor i ri, sa mbështetje ka dhe si ndjehet në ansamblin, çfarë dëshirash dhe realitetesh gjen në gjithmonë në aktivizimin. Nuk flas vetëm për Sarën, por në ansamblin e aktorëve dhe duke u drejtuar aktorëve të rinj, sepse shpesh kërkojmë shumë, por nuk dim se aty janë. Apo jo? Ne jemi disa aktorë të ri tani. Teatri Migjeni në fakt ka afruar shumë të rinj. Dhe unë mendoj kjo është mënyra më e mirë. Një teatr, një trup do gjitha moshat, sepse një shfaqje i ka gjitha moshat brenda. Nuk mund të bëhet vetëm me tri, nuk mund të bëhet vetëm me njerëz me eksperiencë. Dhe bashkëpunimi mendoj është çelësi i suksesit një trupe teatri, sepse edhe të rit kanë çfarë thonë. Gjithmonë, domethënë të gjithë duhet ta pranojmë njëri tjetrin. Është një lloj bashkëpunimi. Sigurisht ne me pjesa e trive, duke respektuar gjithë eksperiencën, gjithë
gjithë role, domethënë ato janë një shkollë më vete. Momentin që ti përballesh me një trup që kanë bërë role, që kanë shkuar në për festivale, që kanë parë teatr, që kanë marrë çmime. Domethënë është shumë knatësi. Është vërtet një lloj masteri, është një pjekuri që ne marrim gjatë rrugës, shkëmbejmë eksperjenca. Mirëpo edhe pjesa e re e teatrit mendoj që ka sjell një formë, një frymë të re që ata me shumë dëshirë e kanë marrë dhe ka qenë bashkëpunim shumë interesant. Në fakt rastisht jam ndodhur një herë në ambientet e studiove tuaja edhe vërtet ai do thosha dinamizëm që t'jep mosha dhe entuziazëm që ka një njeri i ri në punë më kanë bërë përshtypje. Në fakt ju së bashku me aktorët e ri, me ansamblin e ri, me sa mbaj mend para një viti e pak keni krijuar brenda teatrit dhe një formacion tjetër që quhet Teatri për Fëmijë dhe në mos gaboj keni realizuar Peter Panin. Ç'bëhet me këtë teatrin për fëmijë? Rikthimi i teatrit për fëmijë ka qenë një ndër gjërat që më të mira mendoj që i ka ndodhur qytetit. Jo sepse e bëm ne me modestin më të madhe e them këtë gjën, por duhej shumë, sepse ne dham 20 shfaqje rjesht dhe unë shikoja fëmijë, po ishin në sallën plot dhe unë luaja vetë Peter Panin dhe shikoja fëmijë që kishin dëshirë, vinin nga 3-4 herë për ta parë shfaqjen, sepse ne gjatë javës funksiononim e jepnim për shkollat dhe në fundjavë ishte e hapur. Dhe ne dolëm me logon që fëmijë sillni prindrit në teatr. Dhe ishte shumë e vërtet. Fëmijët vinin, na takonin dhe thonin, unë është hera e 4 që është shfaqjen. Ishte për ne ka qenë mrekulli, seriozisht, sepse unë ndjeja se sa shumë i kishte munguar teatri fëmijëve. Teatri mirëfill, sepse ne për asnjë moment nuk në vlerësuam faktin që po luanin për fëmijë. Ka qenë e njëjta punë, madje mund të them edhe më shumë se sa kur luajmë për tritur. Ishte një musical dhe ishte risi sepse ne këndonim, kërcenim, bënim çdo gjë vetë në skenë, live. Instrumentat ishin live dhe ishte një shfaqje komplekse që mendoj fëmijëve i bën shumë mirë sepse edhe shfaqja fliste për teknologjinë, se si fëmijët rrinë gjithë ditën me telefona, me iPada, gjë që ne kur ishim fëmijë nuk e bënim. Dhe për mua ishte një gjë shumë e madhe që t'i tregonin fëmijëve që ka dhe forma të tjera argëtimit përveç se teknologjisë që normal nuk e shmangim dot se këto vite dhe që të rikthehem se zgjata pak se më pëlqen që të ndaloj tek teatri për fëmijë. Është një ndër gjërat që unë dua që ta vazhdoj dhe do ta vazhdojmë për Shkodrën. Unë për vete po mendoj për një shfaqje tjetër që do jetë po aq e madhe sa Peter Pani. Nuk dua të them më shumë sepse jemi akoma në proces ndërtimi, por që do vi një shfaqje shumë e madhe për Shkodrën dhe teatri i fëmijëve do vazhdojë. Patjetër që ne do flasim në një të ardhme të përcaktuar, përpara që në mënyrë që ta shpjegojmë akoma më shumë këtë shfaqje, kur të vi koha? Apo jo? Mirë, le të kalojmë pak më herët, unë thash që Sara është një atraktive, sa mbaron një veprimtari në një tjetër. Cila është eksperienca në film, Sara? Në film nuk e kam prekur atë sa do doja që ta prekja filmin, se më ka intriguar gjithmonë, jo sa teatri, sigurisht se teatri është tjetër emocion, por që unë kam bërë disa punë që në shkollë, kam bërë disa filma me metrazh shkurtër që mendoj janë punë shumë interesante. Vllai im ka mbaruar regji filmi dhe kemi punuar me vllajin diplomën, kemi bërë një film Fisniku. Dhe ajo ka qenë një film shumë interesant, fakt se ishte gjithë familja përfshirë tek ai film dhe është një ndër kujtimet e bukura që ne na kanë ngelur sepse jemi të gjithë tek filmi dhe ishte shumë bukur. Me filmin këtë ndjesi kam bërë punë të shkurtra, nuk kam bërë një film të gjatë, me metrazh gjatë, por
shpresoj në një të ardhme, pse jo, unë me kam shumë qejf filmin dhe do doja shumë që ta provoja. Ndërkohë që edhe asistent regjizore në Dance with the Stars. Po. Një eksperiencë tjetër. Televizioni pastaj që është televizioni është një çmenduri, ecën shumë shpejt. Dancing with the Stars, Tusike Vales, kanë qenë disa produksione që unë kam qenë pjesë. Nuk e di, televizioni është pastaj është tjetër lloj dashurie, e cila është industri e madhe që duhet të dish si të mbjetosh atje. Gjithsesi këto janë eksperjenca, ndërkohë që edhe shfaqje të tjera me teatrot të Tiranës je pjesëmarrëse me sa di? Po, jam pjesëmarrëse dhe unë kam bërë shfaqje si aktore, jam angazhuar, kam bërë shfaqje kisha një shfaqje për fëmijë, shfaqja më e fundit për fëmijë unë e bëra në Tiranë fakt. Ishte fëmia që shpëtoi botën tek teatri eksperimental. Që Tirana pastaj unë mundohem sa herë kam hapësira, jeta ime është me Shkodrës dhe Tiranës, sepse unë Shkodrën nuk e lë dot. Por Tirana ecën, domethënë unë ka një ritëm tepër duhet që të jem. Domethënë për mua është e lodhshme pak, por që është shumë interesante që ti jesh midis dy qyteteve dhe unë shoh se si Tirana ecën shumë shpejt, mirë po Shkodra ka ecur shumë mirë. Mendoj që Shkodra po bën hapat të matur, po të saktë në vazhdimsi, sepse në Tiranë duke pasur shumë prodhimtari, ndonjëherë bie cilësia. Edhe nuk është gjë e mirë kur bie cilësia, sepse ndërkohë pak më herët ne prekëm diçka, por jo të gjithën. Një familje artistësh. Siç ju thash, Sara Smaja është vajza e dy artistëve të mirënjohur, aktorit dhe regjizorit Fatbart Smaja. Ndjes pas. Dhe aktores dhe regjizores Merita Smaja, motra e Fisnikut, po ai artist, regjizor. Si është kjo marrëdhënie? Çfarë të ka dhënë kaq shumë familja që është mbrojtur tek ti krejt natyrshëm, ka ardhur si thuash si një rrugë që nuk e di se kur e ke nisur. Si që dhe ti, është një rrugë që vërtetë nuk e di në që moment ka nisur. Në thash dhe pak më parë, unë jam rritur me shfaqje, me prova. Për mua kanë qenë muhabete normale në shtëpi, gjatë drekës që kemi prova, kemi do bëjmë të shfaqjen, e lexuam të tekstin, ka qenë një gjë normale për familjen tonë. Madje babi shumë herë kur vinte shfaqje, thoshte që kam mend të tekstin, edhe ma tregonte, kupton, një histori që bënte fjalë teksti, si duket. Edhe kanë qenë muhabete dreke, domethënë. Shumë natyrshëm që kur e mendoj sot që të vendoste për tekstin e një shfaqje dhe merrte mendimin tim. Ashtu ka qenë, gjithmonë njeri që merrte mendimin e njerëzve, sepse ne kemi pasur drejtor në Radio Shkodra në një periudhë dhe vërtet asnjëherë nuk anashkalonte asnjë detaj të vogël, përkundrazi me një thjeshtësi, me një komunikim tepër të çiltër dhe të hapur, të lejonte të shpreheshe dhe merrte atë që dëshironte tek komunikimi. Edhe erdhi momenti që unë punoja pastaj me mamin, me babin, kemi bërë shfaqje, na takoi për një periudhë jo të shkurtër që ne punonim bashkë, ishim kolegë. Dhe pastaj unë kuptoja mamin dhe babin kur vinin në shtëpi dhe babi s'donte më, ndoshta mami njëherë i thoshte diçka për rolin edhe të lutem në shtëpi, nuk du më muhabet të teatrit. Dhe pastaj e kuptoja dhe unë që qa do me thonë që nëse je gjatë gjithë kohës në prova, shtëpia është një moment paqeje, mos flasim për punë, por që është shumë bukur në fakt që të punosh me familjen. Në fakt
të kanë bërë këshilla, brejtje, apo më shumë të kanë mbështetur me inkurajim? Sigurisht që do më thënë vrejtje dhe këshilla, babi nuk donte që unë bësh aktore. Kur unë i thash që unë dua të vazhdoj akademin, sepse ata nuk ma kanë ushqyer në mënyrë direkte asnjëherë faktin që të bësh aktore, për faktorë që dihen, të ardhurat, mundësitë që janë në Shqipëri. Dhe unë kisha vendosur dhe i thash unë, sepse më kishin thënë lirin ndërkohë që ti mund të bësh çfarë duash. Dhe kur unë thash duhet të bëhem aktore, babi tha mos. Pse? Nuk donte. Mami ishte ajo që më përgatiti, sepse ka një konkurs akademia. Dhe ajo natyrisht ka bërë Merita Smaja gjithmonë punë me artistët e rinj. Mami përgatit çdo vit aktor për në akademi. Edhe më përgatiti dhe mua. Babi nuk vinte asnjë ditë për të parë provat e mia. Dhe erdhi vetëm ditën e fundit. Dhe erdhi pa më thënë, unë i thash, a do vish? Se dim, tha. Dhe pastaj e pash tek dera që kishte ardhur dhe po shifte provën e fundit. Edhe tha, okay, tha se do vi nesër në Tiranë, tha, me që do më u bë. Sa bukur që kujton gjithmonë me të qeshur, me batuta, me një komunikim mjaft të këndshëm. Ai kështu ka qenë fakt, ai bënte humor për çdo gjë, se ti e ke njohur në kushte dhe bënte humor për çdo gjë. Babi ka qenë një marrëdhënie njerëzore dhe profesionale gjithmonë i jep jetës shumë çka, e ushqen çdo ditë, edhe natyrisht vjen një moment që thua unë jam bërë nga këto kushte. Apo jo. Megjithatë, si aktore që akoma jeni në fillim të rrugës, siç edhe më herët e përmende, regjizori ka një rol shumë të mirë në shfaqje, në organizimin e ansamblit të aktorëve, në vendosjen e raporteve apo të skenave që ai, të planeve që ai ka menduar. Duke qenë se keni punuar me regjizor të ndryshëm, si e konsideron punën me regjizorin? Dhe me qenë se në fakt Teatri Migjeni nuk ka një regjizor, si thuash, që është i vendosur natyrisht në këtë pozicion, sa e ndjen nevojën e një raporti të tillë? Po, puna me regjisorin është gjithmonë varion në bazë se kush është regjizori, çfarë metodë pune ka, ti si aktor si punon me rolin. Por që një aktor, unë kam bërë regji vetë, dhe unë flas në kushte të barabarta pothuajse, sepse nuk jam regjizore, jam aktore, por që kam tentuar të bëj regji. Dhe puna është gjithmonë duhet të jetë bashkëpunim një aktor, mendoj unë, duhet gjithmonë që të përshtatet me metodën e regjizorit, sepse regjizori është një dhe ka një trup të tërë për të menaxhuar. Dhe regjizori vendos një mënyrë pune, të cilën e ka për detyrë aktori që t'i shkojë përshtat. Një aktor këtë bën, në profesionin e tij është të përshtatet. E ndjen nevojën e një, si aktore re, e ndjen nevojën që Teatri Migjeni duhet të kishte një regjizor të tij, apo sot kanë ardhur struktura të reja dhe marrja shumë eksperiencave? Teatri Migjeni ka provuar të ketë regjizor të brendshëm. Ka qenë babi një regjizor i brendshëm, bënte shfaqjet, mirë, por gjithmonë Teatri Migjeni ka pasur edhe vini regjizor nga jashtë, vini regjizor të jashtëm, dhe vini shfaqje. Në fakt kështu funksionon një teatr. Sepse regjizori, duke qenë se është një, mund të jetë gjithmonë i ndryshëm. Mund të jetë sepse është mirë për trupën, është mirë sepse regjizorët, duke qenë të ndryshëm, sjellin mënyra të reja. Po, e kuptoj. Kohët e fundit, sipas informacioneve, ka ardhur një regjizor austriak për të bënë një shfaqje. Çfarë mund të më thoni, jeni aktivizuar në këtë shfaqje? Po, unë isha aktivizuar, ne bëm procesi i parë i punës, ishte deri përpara një jave. Regjizori ishte shumë i mirë, në fakt
kishte, kur flas për mënyrat e punës, ai kishte një mënyrë të cilën ne nuk e praktikojmë, ai kishte një mënyrë komplet tjetër. Zakonisht një shfaqje funksionon, ne bëjmë punën e tavolinës, procesin analitik të veprës dhe pastaj dalim në skenë. Ndërsa ai ishte ditën e parë direkt ne u ngritëm dhe ishim me tekste në dorë në skenë. Madje pa tekste në dorë, na kërkoi duhet mësonim tekstin dhe duhet hidheshim veprim. Mënyrë që jo të gjithë e përqafuan me dëshirë, sepse është çështja e memorjes, por që është mënyrë shumë interesante sepse ti përballesh me gjërat e tjera, duke qenë se je direkt në veprim, nuk e ke më mendjen se ta thuash tekstin me një lloj imponimi që nuk të del më aq i natyrshëm. Të del teksti vet, domethënë, sepse ti di se çfarë duhet bësh, di veprimin dhe të buron teksti. Dhe është një dramë me elemente autobiografike, autorit dhe vajzës së tezës së tij, diçka e tillë që ka të bëjë me personalitetin e njeriut në transformim, krizat e ndryshme. Është një pjesë gjermane, Schnitzler është autori. Pjesa është shumë e mirë në fakt, ka të bëjë me marrëdhëniet njerëzore në kompleksin e tyre. Aty brenda janë 5 femra dhe 5 meshkuj dhe janë të gjithë kanë marrëdhënie me njëri tjetrin në një farë mënyre. Janë të gjitha shtresat e shoqërisë. Aty brenda ka një shërptore, unë kam rolin e shërptores, aty brenda ka një prostitut, aty ka një zonjë të pozitave shumë të larta, ka brenda një aktore, dhe të gjitha këto femra vjen në raporte me meshkuj, po njësoj me një ushtar, me një kont, dhe tregon se çfarëdo lloj profesioni apo shtrese shoqërisë që t'jesh, në marrëdhënie njerëzore janë të gjithë njësoj. Një mesazh shumë i bukur, interesant. Ky është impenjimi juaj i radhës apo keni edhe të tjera? Ky është shfaqja, është me 15 shtator. Dhe ne presim, regjizori tani është kthyer në Austri, ne presim ai kthehet prapë në gusht, vjen dhe do bëhet procesi i dytë i punës, përmbyllja e gjithë procesit dhe me 15 shtator shfaqje. Shumë shpejt, besoj, sepse gjithmonë muaj gusht, muaj pushime. Sara, pak më herët më thej që unë jetën artistike dhe jetën time e ndaj mes Shkodrës dhe Tiranës, natyrisht duke u mbështetur fort në Shkodrë.